Vendimi i fundit i Këshillit të Komunës së Çajirit për të marrë një kredi afatgjate prej 120 milion denarësh ka nxitur reagime të forta politike. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim Dega Çajir, Imran Veliu e cilësoi këtë huamarrje si një veprim jo transparent dhe të padrejtë, duke akuzuar se mjetet do të përdoren për të mbuluar detyrimet të krijuara për interesa zgjedhore. Sot jemi këtu për të folur për një vendim që në pamje të parë duket teknik, por që në fakt është thellësisht politik dhe shumë i rrezikshëm për Çajirin. Këshilli i Komunës së Çajirit ka miratuar vendim për huamarrje afatgjate prej 120 milion denar me afatkthimi prej 10 vitesh me qëllim të vetëm shlyerjen e borxheve ekzistuese të komunës. Le ta themi qartë, kjo kredi nuk është për zhvillim, kjo kredi nuk është për projekte, kjo është kredi për të mbuluar dështimet. Kjo do të thotë që qytetarët e Çajirit dhe gjeneratat e ardhshme do të paguajnë për vite me radhë për shpenzimet që janë bërë tashmë, pa transparencë, pa llogaridhënie dhe pa dobi publike. Dhe këtu lind pyetja thelbësore: si u krijuan këto borxhe? Qytetarët e Çajirit e dinë shumë mirë se ku shkuan paratë, në kontratat e përkohshme masive të cilat u ndërprerën menjëherë pas zgjedhjeve, në finansimin e takimeve partijake dhe mobilizimin e aktivistëve, në restorane dhe shpenzime luksi të lidhura me funksionarë qeveritarë, në projekte që nuk kishin asnjë lidhje me zhvillimin, por me ndikimin e votës. Pra kemi një model të qartë: shpenzo për zgjedhje, fito pushtetin, pastaj merr kredi dhe lër borxhin qytetarëve. Ky vendim nuk është vetëm i papërgjithshëm, por dhe shumë i padrejtë, sepse sot po merret një kredi 10 vjeçare që do të paguhet nga vetë qytetarët që nuk kanë përfituar asgjë nga këto shpenzime, që nuk kanë qenë pjesë e këtyre vendimeve dhe që në shumë raste as nuk e kanë votuar këtë pushtet. Kjo është zhvendosje e barrës nga politika tek qytetari, nga e sotmja tek e nesërmja. Mungesa e transparencës është alarmuese, nuk ka listë të detyrimeve që do të shlyhen, nuk ka analizë se si janë krijuar borxhet dhe nuk ka përgjegjësi për ata të cilët i kanë krijuar. Vetëm një fakt mbetet: 120 milion denar borxh pa përgjigje për arsye. Ne nuk jemi kundër huamarrjes si instrument, jemi kundër keqpërdorimit të saj për të mbuluar abuzimet. Çajiri nuk mund të trajtohet si një arkë zgjedhore që zbrazet gjatë fushatës dhe mbushet me kredi pasaj. Prandaj kërkojmë publikimin e plotë të çdo detyrimi që do të shlyhet me këtë kredi, auditet të pavarur për shpenzimet e periudhës para zgjedhjeve dhe përgjegjësi individuale për çdo keqpërdorim të mjeteve publike. Sepse kjo praktikë duhet të ndalohet, vota nuk mund të blihet sot dhe të paguhet nesër me para të qytetarëve. Çajiri nuk ka nevojë për kredite për të mbuluar të kaluarën. Çajiri ka nevojë për përgjegjësi për të ndërtuar të ardhmen.